Tjetër gjë, halli atyre që ndjejnë presionin e abuzimit i mundin të bërë në tyre, si që është Ali Mehmeti apo Kalaja e tjerë. Dhe tjetër gjë... Kalat, ose kemi 2 kalat. 2 torat, fix 2 torat. Kemi 2 torat, e kupton? Tjetër gjë është strategjia... Dhe mbretën e kapur të sejtë notë. Strategjia me idenë që ankimet e bëjnë pis procesin. Unë mendoj të kundërtën. Ankimet i bëjnë nder procesit. Dhe strategjia për të blerë kohë dhe për të mbajtur partinë në betejë. Sepse kjo është ideja, pse ankohet Ali Mehmeti dhe pse ankohet Berisha? Për të mbajtur në betejë partinë, që në betejë funksionon ligji ushtarak, ti s'mund as të pyesish është i drejt urdhri, duhet ta zbatosh. Vetëm i gjym, e s'para. Dhe bile mundësisht të vritesh sa më shpejt nëse ke ndonjë çik dyshime, ke drejtësia e luftës e gjëra të tilla. Herojt vdesin para. Po. Ky është qëllimi sot. Që të arish shtatori, pastaj në shtator do djegim karike. Por ama do pranoj mandatet. Dhe këtu është amoraliteti... Po mandatet janë të pranuara, janë të gëzuar me ato mandate që kanë. Thuaj në njërit për tyre i gatshëm ta djegësh apo jo. Do të vendos partia tonë. Me një gjuhë kinezësh komplet, nga koha e vjetër, se kjo sot me kinezëve është ndryshe. Këtu frok pastaj dalim te teza jote që për fat keq duhet t'jap drejt që Partia Demokratike nuk ka nevojë më për gjyq tjetër. Sepse shumë veta thon, a ka akoma hapësirë për një debat moral? Një debat moral brenda PD-s do thotë që PD-s ti vlerësosh mundësitë e rilindjes saj, sepse nuk ka ne që të keq ti mund t'i humbasësh zgjedhjet. Puna është që reflekton pas tyre. Kjo është e gjitha, domethënë, dhe kjo që po ndodh tani pikërisht këtu sjell ujë. Domethënë, fushata e zgjedhjeve ose si më thënë zgjedhjet i kanë kthyer në qëllim vetvete. Para zgjedhjeve të bëhet një pyetje ose para kësaj rezistencë që po bëhet tani bëhet pyetje pse. Çfarë do sjell? Që gjithë e dinë se asgjë. Po, rezultati politik s'u rezultat s'ka asnjë rezultat. Domethënë, shkë që thot Bardhi, domethënë që ta sajojmë si luftë, ta sajojmë si betejë, të bëjmë aksione fake dhe të qëndrojmë atje në stand-by. Qëllimi i Berishës është shumë i qartë. Është i qartë për ta zvarritur problemin, për të zvarritur çështjen. Dhe kjo në fakt nuk i jep shëndet shoqërisë, nuk i jep shëndet shtetit. Shtetin e zvarrit. Është njësoj si kjo që po ndodh në Prishtinë po ai është një kryeministër, ky s'është. Ndryshe do të kishte zvarrit shtetin derisa ta bënte për ta quar shtetin që dikush dalë thot po e marr unë për 5 lekë. Po e blej unë për 5 lekë. Por ky është fenomeni. A ishte ndërtuar kaq mirë qysh prej fillimit, nuk mund ta them se kishte një projekt. Por që këta të moderuarit, të cilët vërtet, po përkëdhelen në atë mënyrë dhe po tregohet se ata që s'janë. Këta të moderuarit janë duke shërbyer pikërisht stagnacionin, janë duke shërbyer dhunën në Partinë Demokratike dhe janë duke shërbyer Sali Berishën. Janë të gjithë në shërbim të Berishës. Dhe Berisha e keni parë që është zgjuar dhe ka një pamje tjetër, domethënë, po kupton që këta i erdhën në favor.